Nuk ishte thjesht një ftesë për darkë. Ishte një mesazh. Një zgjedhje e menduar, e bërë me vetdije dhe pa frikë nga reagimet. Hygerta vendosi ta ftoi Ludon për një darkë romantike, vetëm ata të dy, jo për të provokuar pa arsye, por sepse në këtë shtëpi çdo veprim lexohet si qëndrim. Dhe po, ishte edhe nga inati i Albës, sepse lodhja nga gjestet, fjalët dhe qëndrimet e saj kishte arritur kulmin. Unë nuk jam këtu për t'i marrë leje askujt për këftoj në darkë apo me këkaloj kohë. Ludo është pjesë e kësaj shtëpie, po aq sa të gjithë ne. Dhe nëse zgjedh ta njoh më nga afër, kjo është zgjedhja ime. Nuk është provokim, është liri. Nuk është lojë e ulët. Është vendim personal. Në një shtëpi ku çdo gjë komentohet, të bësh atë që ndjen është forma më e pastër e rebelimit. Ludo, si njeri, është simpatik. Kështu e shoh unë. Është i qetë, i drejt për drejt dhe di të sillet me respekt. Nuk kam nevojë ta idealizoj apo ta mbroj, por nuk do të lejoj as që të më diktohet se si duhet ta shoh. Nëse për ditë kjo duket problem, atëherë problemi nuk jam unë, por xhelozia që fshihet pas fjalëve. Alba dhe Edua mund ta shohin këtë si thumë, si provokim apo si lojë nervash. Por e vërteta është më e thjeshtë, kur njeriu lodhet duke u përballur me tension, zgjedh qetësinë. Dhe për mua, ajo darkë ishte qetësi. Ishte një moment larg zhurmës, larg përplasjes, larg energjisë negative që është krijuar këtu brenda. Në Big Brother, çdo marrëdhënie analizohet, çdo buzëqeshje gjykohet. Por unë nuk jam këtu për t'u fshehur. Nëse diçka e bëj hapur. Nëse dik e vlerësoj, e them. Nuk kam frikë nga thashethemet, sepse nuk kam çfarë të fsheh. Dhe nëse kjo i nervozon disa njerëz, atëherë ndoshta po bëj diçka siç duhet. Kjo darkë nuk ishte për t'i lënduar të tjerët, por për ta dëgjuar veten. Nuk ishte për të fituar aleanca, por për të qenë e sinqert me ndjenjat e mia në një shtëpi ku gjithçka është strategji. Sinqeriteti shpesh duket si provokim. Unë nuk jam këtu për t'ia bërë qefin Albës, Edu.